طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Fëmijë të dashur, jemi pyetje përgjigje tek libri. Kemi arritur tek pyetja 303 dhe të pyetjet e fundit po i përsërisim. Koha e cilit namaz ishte koha kur u ndërua kibla? Ikindis. Çfarë ishte profeti Idris? Roba Qeps. Cili nga dietarët islam kishte pseudonimin kurora e fukahave? Se këta të dy të folën, tash ju qikat. Që po t'i përmendi? Imam Ebu Hanife, Imam Shafiu, Imam Ahmedi. Shafiu, shumë bukur. Cili ishte sahabiu për të cilën me lajket e përshëndetshin me selam? Uthman ibn Affan, Imran ibn Husein, Ebu Dharr el-Ghaffar. Shumë bukur. Cili sahabi ishte i pari që praktikoi sunetin e faljes së 2 rekateve namaz para ekzekutimit? Ja. Hubejb ibn Adi. Cili nga sahabit kishte pseudonimin kërkuesi i vërtetës? Salman al-Farisiu. Kush e mbyti xhaxhan e pejgamberit alayhis salam Hamza ibn Abdul Muttalib? Ku jeni jo? Si keni ngu, apo? Si keni këshur, apo? A i keni këshur video na jo, kalzani drejt. Po, jo. S'ka problem, ndodh në herë. Apo ndodh? Si ke marrë fletorën me shkrujt atë? Nishi dyshi, preshi. Javën tjetër me i mësu, inshallah. Se në fund, qërë edhe sa ka me të pëshë? Qërë. Më thonë jemi në faqen 71 deri në faqen 110. Dhe më thonë edhe 40 faqe. Edhe 40 faqe dhe një 20 dirë se bëva ki bo janë, 15-20, e mas nej kemi me bo testin për këtë librin. Për 100 faqe. A është dhe vështira jo? 500, po 500 pyetje. 500 pyetje në libër. Ndërsa une nuk i bëj 500 pyetje. E bëjmë 30 pyetje ndashta apo 40. Edhe bëjmë inshallah një shpërblim. Me fitu. Kemi gjasa jo? A mësejme jo? Pastaj, kush e pranoi islamin i pari nga fëmijët? Hajde. Aliu radiallahu anhu. Cili është qyteti i Irakut të saqëm i cili është përmendur në Kur'an? Ti, se qove gishtin, e kisha thonë këta. Babili, Basra, Bagdad. Babili. Tek cili popullu dërgua profeti Salih? Themudit. Kush ishte komandanti shigjetarëve në luftën e Uhudit? Abdullah ibn Jubair. Mashallah, Allah ta rujt kujtesën e trujt i mësyshit. Sonte, kemi pyetjen 303. Tek cili popull u dërgua profeti Hud? Tek populli Salih, kush u dërgua? Te cili popull? Themud. Ndërsa, profeti Hud u dërgua te populli Ad, te populli Eik, te populli Kuresh. Te populli Ad. Te populli Ad u dërgua kush? Hudi alayhis salam. Monë në mend. Hudi tek populli Adit. Monë në mend këto. Cili profet Allahu ja bëri argument ndaj popullit të tij heshtjen për 3 ditë radhazi? E para, Isaut, Jahjaut apo Zekerijes? Zekerijes. Shkruje Zekerijes, mos e shkruje ABC, kështu C, po shkruje Zekerijes. Me emër, kështu me ditë. Cili prej profetëve konsiderohet si ligjëruesi i profetëve? Si ligjëruesi i profetëve.
Në një Ibrahimi a.s. Shuajbi a.s. Muhamedi a.s. Shuajbi ishte ligjëruesi i profetëve. Cili është sahabiu me vdekjen e të cilit u drith arshi Allahut? 1. Ebu Bekr as-Siddiq. 2. Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Muadh radiallahu anhu. Në fund ju pyesi çto çka ju thash. Saad ibn Muadh u drith arshi Allahut. Cili prej sahabive u varros i pari në varrezën Beqia? Uthman ibn Mad'un, Uthman ibn Affan, Muadh ibn Jabal i pari, Uthman ibn Mad'un. Cili ishte ndërtuesi i viçit tek Beni Israilit në kohën e Musait a.s. Qa bon ata? E bonën viçin edhe qa bonën me viç? E adhurum. Apo? E bonën si Zot. Kush ishte që e boni këto? Gjaluti, Samiriu, Haruti. Samiriu. Monen ment. Viçin e ka bo Samiriu. Për me adhuru viçin. Me bo si Zot. Si që e kanë ata atje lopën që e kanë. Po, nindi. Kush është prodhuesi i pari mburojave të luftës apo parzmoreve? Din që të më tonë parzmorët, ato që i qisin. Luftë, keni po? Mirë. Sulejmani a.s. Davudi a.s. Dhulkarnejni a.s. Davudi, bravo. Kush e mbyti Omerin radiallahu anhu. Musejleme Kedhabi. Ibn Sajadi Ebu Lu'lu el-Mejusi. Bukur. Ti api lexon piktujt, a kur për mëson javën për javën tjetër që po pyetësh, a po e këshyr videon? Jo. Na i shkruajmë këtu, apet në video edhe i përmirësojmë apet në video. Mumtaz, bravo, shumë mirë. Përderisa Muhamedi a.s. ftonte në Islam fshehurazi, sa persona e pranuan Islamin? Askush, 14 persona, 40 persona. 40. Fshehta, sa vjet ka bo davet Muhamedi a.s. Sa vjet? A e dini? 3 vite. Qashtu. Sirrën. 3 vjet fshehtas ka bo. Në përshpia të shku të i thirë në Islam, fshehtas. Derisa pak, dhe me thonë, derisa erdë urdhni që, pas të edhe haptazi me shfaq. Hajde tash pyetjet po i përsëritim. Qërë njëherë për ju spjegojmë, 2 herë për ju përsëritim, 3 herë për shkruni, 4 herë më ngu, u kry, ma? A u kry? Qaq, njefton. Tek cili popull u dërgua profeti Hud? Ad, Eik, Kurejsh. Ad. Cili profet Allah ja bëri argument dhe i popullit të ti heshtjen? Zekeria. E kim shile, bravo. Cili për profetve konsiderot ligjëruesi profetve? Hajde. Shuajbi. Cili sahabi me vdekjen e të cilit u dridh arshi? Saad ibn Muadh. Cili prej sahabive u varros i parin Beqia? Që ato që i thajti? Uthman ibn Mad'un. Cili ishte ndërtuesi i viçit të Beni Israilit? Që pa tamin? E përmenda, ju thash, edhe ju këshyra juve. Ha? Sa? Samiriu. Kush është prodhuesi i pari mburojave të luftës? Davudi. Kush e mbyti Umerin radiallahu anhu? Ebu Lulu. Avni ullet shatë me fëmijë dhe ti përgjigjesh për Përderisa Muhamedi a.s. ftonte në Islam fshehurazi. Sa vjet ka ftu fshehurazi? 3 vjet. Sa persona e pranon Islamin? 40. 20. A 40? 20 a 40? E pse 40 zbona?
20, 20. Pse? 40, cilën dush nisa është. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.